Elhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Falënderim Allahun subhanahu wa taala, paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi profetin tonë të dashur Muhammedin alayhi salatu wa salam. Falënderim Zotin I cili na mësoi që të jetojmë në këto 10 ditë të bekuara të muajit Dhulhijhe. Në këto ditë është dita e madhe, dita e Arafatit. Kjo është një dhuratë, një mirësi prej Allahut subhanahu wa taala, dhe çdo kush nga ne duhet mundohet ta vlerësojë. Si ta shfrytëzojmë, një pyetje, si ta shfrytëzojmë këtë ditë të madhe. Këtë ditë duhet shfrytëzuar duke adhuruar Allahun subhanahu wa taala, duke bërë punë të mira. Ajo që do të veçonim është që në këtë ditë duhet shtohet namazi, farzi dhe sunetet edhe nafilet. Në këtë ditë ka një vlerë të madhe duaja, sepse profeti alayhis salam ka thonë khairu dua u yaumi Arafa. Duaja më e mirë është duaja në ditën e Arafatit. Prandaj vëllezër dhe motra, ta shfrytëzojmë me dua, me lutje për ato kërkesa që ne kemi, për ato nevojë që ne kemi, të lutemi shumë Allahu subhanahu wa taala dhe shpresojmë shumë që Zoti do I pranoj lutjet tona. Diçka tjetër që është që duhet shfrytëzuar këtë ditë, duhet shfrytëzuar me përmendjen e Allahut, me dhikr. Dhikri ka shumë vlerë dhe profeti alayhis salam në vazhdim të hadithit thotë: "Wa khairu ma qultu wa ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir." Dhe fjala më e mirë që kam thonë unë dhe profetët para meje është kjo pra la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Prandaj vëllezër besimtar, ta shtojmë dhikrin, ta shtojmë leximin e Kuranit, ta shtojmë duat, përmendjen e të madhit Zot. Allahu na mësoft që ta mbushim këtë ditë me vepra të mira, me punë të mira që na afrojnë me Zotin e gjithësisë.